po çdo kujtim, çdo fest, çdo përkujtim i ngjarjeve të rëndësishme që kemi, papraninë e tyre është i mangët. Papraninë atyre të cilët janë themeltarët, janë prisit tonë, është gjithçka e mangët. Sepse ata po përballen me një proces të padrejtë, të cilin në asnjë rrethon dhe kur nuk e kanë merituar. Sepse ata e kanë prirë një lufte për liri. Nuk është e vërtet, domethënë të gjitha akuzat për të cilat është ngritur ajo gjykatë që në start kanë ra. Ajo gjykatë me kërkesën e lobit ruso-serb dihet për çfarë arsye është formuar. Është formuar gjoja se ushtria shqiptare e Kosovës është marrë me trafikim organesh. Ndërsa ajo akuzë që në start ka ra, pas gjithë atyre hetimeve që janë bërë, pas gjithë atij hulumtimi dhe ka rezultuar me zero rezultat, ajo gjykatë është dashur që në atë moment të pushojë se ekzistuari. Mirë po, kjo gjykatë domon ka marrë karakter krejt tjetër, ka marrë, domon merret me gjëna të cilat janë të pavlera, me gjëna me dëshmi të rreshme, me dëshmi shërbet, me dëshmi nga shërbimet sekrete serbe, nga shërbimet e ushtrisë serbe dhe nga njerëzit që nuk ja duan të mirën Kosovës. Dhe po të nisë sërish edhe një gjështje me ju, zoti Alimi, si është situata e veteranëve sot? Pra, po flasim për një periudhë kohore kur kanë kaluar 25 vjet, 26, nga përfundimi i luftës e lere më nga fillimi, që u bën edhe 28 vjet, sepse aksionet le të themi më frontale kishin filluar që nga 97 tutje, pas parasysh ato historiket më hershme. Po, mund të them që gjendja e veteranëve nuk është e mirë, mos sa më shumë e rëndë, sepse ata morën një pagë, mund ta quajmë si rast social, me disa senet kufizuar, mos drejtën e punësimit edhe shumë senet të tjera. Unë pres që qeveria të formohet sa më shpejt edhe të aprovohet ligji për veteranën, edhe veteranët i jepet e drejta edhe me punua, sepse këtu ka qenë një gabim që invalidi ka pas të drejtë punoj edhe invalid domthon, kurse veteranët ju kanë sankcionuar e drejta s'ka pas drejtë të punoj. Ka pas drejt për punoj, mirë, po s'ka mund të përfitoj të benefitet e statusit veteranit nëse ka qenë marrëdhënie pune, apo jo, kështu është, nëse s'ka bëj. Po edhe që edhe pagë që kanë marrë, ajo ka qenë një pagë mos ta quaj rast social, sepse ka qenë një pagë shumë e ulët, ku s'ka mujt mbijetoj me ta. Për çfarë ka nevojë një veteran sot? Ka nevojë një trajtim më të mirë, më të sinqert, në respekt, më të veçantë, edhe nga organet shtetërore, po edhe nga masa ku jeton. Unë më shumë e kisha kërku këtë, që veterani tamam të merr atë drejtën e tij, të respektit, edhe gjithçka të rregullohet me ligj, të lejohet punoj, edhe kështu të vazhdoj jetën.